Autoritetet greke kanë nisur një çështje penale me akuza të rënda ndaj të paktën 20 fermerëve që morën pjesë në incidentet e dhunshme të regjistruara të hënën me policinë në Heraklion dhe Hania. Ndaj fermerëve janë ngritur akuza si tentativë vrasjeje në bashkëpunim, armbajtje pa leje, përdorim arme, lëndim i rënd trupor, prishje e qetësisë dhe pengimi i transportit. Fermerët që dyshohet se luajtën një rol kryesor në episodet që shkatruan makina patrullimi, sulmuan oficerët e policisë me gur, duke plagosur 9 persona. 4 persona janë arrestuar pas incidenteve në aeroportet e Heraklionit dhe Hanias. Në Patra, fermerët u përpoqën të futeshin në portin e qytetit, ndërsa po shqyrtojnë bllokimin e urës Rio Antirio. Gjithashtu, të hënën pasdite, fermerët nga Karditsa bllokuan zyrën e ministrit të zhvillimit rural, Kostas Tsiaras, duke hedhur kasht. Fermerët nga blokada e Nikajas dje pasdite bllokuan anët e rrugëve për 2 orë, duke dhënë mesazhin se mund ta shtrëngojnë kordonin për sa kohë, që problemet e tyre nuk zgjidhen. Në të njëjtën kohë, shumë blokada po hapin dhe mbyllin pikat ku janë ngritur. Është e qartë se fermerët vazhdojnë të përshkallëzojnë luftën e tyre në të gjithë Greqinë. Të mërkurën, fermerët nga Magnezia dhe peshkatarët nga rajoni do të bllokojnë portin tregtar të Volosit, duke protestuar për çmimet e ulta të produkteve të tyre. Në të njëjtën kohë, pasdite në Nikea, ata do të takohen për të përcaktuar hapat e tyre të ardhshëm dhe do të përgatiten për një veprim të rëndësishëm në Larisa.